Edhe pse në kampionat po kalon momente të vështira, Vllaznia në basketboll për meshkuj ka arritur të gjejë fitoren e parë në Ligën Unike ndaj ekipit Sigal Prishtina në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës. Kuqeblut triumfuan me rezultatin 88-57. Gjithçka nisi si duhet për shkodranët, të cilët fituan 2 periodat e para dhe shkuan në pushimin e ndeshjes me një avantazh për 21 pikësh. Një përsi e mjaftueshme kjo për të administruar gjithçka, edhe në 2 periodat e tjera dhe në këtë mënyrë, e gjithë ndeshja do të fitojë me një diferencë prej 31 pikësh në favor të Vllaznisë. Pas kësaj fitoreje, trajneri i ekipit kuqeblu Eni Llazani thasë është i kënaqur me atë çfarë skuadra e tij dha në fushën e lojës. Ne vlerësum në maksimumin e mundësive tona që kishim sot. Sigali kishte ardhur me djem të ri, pra bërthamen e ekipit nuk e kishin sjell sot, sepse kanë vlerësuar që kanë nevojë për pushim, sepse kanë një kampionat shumë të fortë në Superligën kosovare. Ne u përpoqme me bë më të mirën tonë. Vim nga një ndeshje shumë e vështirë që i pat me Napolloni dhe po përpiqen ta përdorim këtë ndeshje si përgatitje në ndeshjes të radhës me Teutën, e cila është një ndeshje shumë e vështirë që na duhet me e fitu patjetër. Nga ana tjetër, basketbollisti shkodran Daniel Lekndreaj, i cili është pjesë e Sigal Prishtinës, tregoi emocionet e tij se si ishte për të luajtur në Shkodër kundër Vllaznisë. Është kënaqësi më u kthy në shtëpi teme, ndoshta si kundërshtar, por gjithmonë besoj që e kam derën e hapur në shtëpi. Kjo ndeshje ishte më shumë me provu të rit, edhe me po trajneri se cili jep më shumë, cili më pak, edhe besoj që shkoi shumë mirë. Po jena shumë mirë, me të thënë drejtën deri tash, jena në vend dytë me pikë barabarta me vendin e parë. Shpresojmë që pse jo dalim kampion këtë vit. Po gjithmonë thash, është kënaqësi më ardh këtu. Kur mos thuj kur thojmë ne. Kështu që gjithmonë është një ide e hapur këtu, edhe pse jo. Tashmë në kampionat, ndeshja e radhës për Vllaznin do të jetë ndaj Teutës.